shumë i poshtë viktimizimin. Unë po them Gjersteka ka me ardhur në racën temen te palestra jote. I bëj thirrje shokëve tutje nga të kuptuar. Manër se disa blendove tashire. Disa prekë. Kaç më them? Disa frikë të jone. Për këtë kërcënësi. Mohamed ka marrë në racën teme te palestra. Nuk do të komentoj mënyrën se ç'duke folur Rogerti, sepse është një mënyrë shumë e tmerrshme, sepse nuk ja vlen të flasim për faktin se kemi kaq kohë që e flasim që Rogerti nuk është duke u sjellur mirë në një format të tillë televiziv ku e shikojnë njerëz zakonisht lloj-lloj mosha të ndryshme, por fjalët tona kanë vajtur në vesh të shurdhët. Pra, në një farë mënyrë Rogerti po bën lojën e keqe të domosdoshme të Bigut. Dhe një lojë e keqe e domosdoshme e Bigut, për shembull, që është duke bërë Rogerti, sjell këtë që jam duke bërë unë edhe shumë të tjerë. Pra, e komentojnë, e stërkomentojnë dhe algoritmi dhe shikimet konvertojnë në lek për televizionin që e transmeton, pra në këtë rast Top Channelin apo vetë faqen e Big Brother VIP Albania. Ajo që dua të them unë dhe dua ta shfrytëzoj nëpërmjet rrjeteve të mia sociale është një thirrje e sinqertë, e pastër, pas një lloj intrige kundrejt familjes së Rogertit dhe familjes së Mateos. Shokëve të Mateos dhe shokëve të Rogertit, fisit të Mateos dhe fisit të Rogertit. Mos u ndikoni se çfarë thon këta dhe se si po e diskutojnë dhe po e zhvillojnë një debat të tmerrshëm në këtë rast aty brenda. Mos u ndikoni, nëse për shembull del Rogerti dhe ju thotë që hajde do ikim ne vetë atë xhimi Mateun, mos u bëni fëmijë. Është e gjitha loj. Ndaj, kjo thirrje shumë e sinqertë kundrejt jush, mos u ndikoni ju familjarët, miq, shok, fis nga loja e atyre që bëjnë ata brenda, se në fund fare do t'i vënë titullin ishte në kuadër të lojës. Mos u merrni në për story, mos u merr, po fokusoni, bëni thirrje, patjetër që i bëni thirrje produksionit që të marr masa apo ta frenoj këtë lloj zhvillimit të debatit që është duke u bër, por ju fizikisht mos u merrni sepse është turp edhe gjuna. Është turp edhe gjuna. Na dy veta aty për shembull, ata tu komandojnë juve dhe tu çojnë në një sherrë se nuk duam që nga një show të përfundoj për shembull në një lloj tragjedie në thonjza. Kaq ishte pjesa ime për sa i përket debateve deri në natën finale në të gjithë këtë Big Brother. Në natën finale do ta shikoj si Prime, nuk jam duke i parë pjesët, se nuk dua, sepse e shikoj që është duke u bërë një lojë të tmerrshme. Nuk dua të diskutoj absolutisht se si u kundërvu Rogerti Miri Selin Mateo bla bla bla. Jo. Sepse një javë që është, nuk dua ta shikoj, dua të shikoj vetëm Prime-in. Prime-in po, Prime-in e finales po, sepse unë le të them në një farë mënyrë e kam idenë se kush e merr, por që gjithsesi kjo thirrje që sapo bëra për të dy palët, familjarët e dy palëve, ju betohem në të madhin Zot, ishte shumë e sinqertë, pa asnjë lloj ironie, ishte shumë e pastër, sepse nuk është mirë domethënë të zireni, se fundja fare shqiptar jeni ndër njëri tjetrit. Lojë është një lojë.